Kemi hyrë zyrtarisht në muajin qershor teksa ardhja e verës tashmë ndihet edhe me rritjen e ndjeshme të temperaturave. Meteorologja Lejda Porja ka paralajmëruar një qershor të nxehtë për vëlues, ndryshe nga që jemi mësuar me temperatura të pazakonta. Porja theksoi se ky muaj ka startuar me temperatura mjaft të larta, ku në fundjavë parashikohet të kapin vlerat 35 deri në 36 gradë. Temperaturat e larta do të përfshin pothuajse pjesën më të madhe të Ballkanit, ndërsa apeloi për kujdes në orarin e pikut nga 10:30 deri në 14, pasi konsiderohen si oraret më problematike, sidomos për moshat e treta. Qershori ka startuar me temperatura mjaft të larta, jo vetëm nga fundjava pati ndryshim të kushtave atmosferike. Dielli do të jetë prezent pothuajse gjatë gjithë javës. Parashikohet se do të kemi rritje të temperaturave ku në mesjavë do të arrijnë deri në 34 gradë, e premtja do të sjellë temperatura mbi 35 deri në 36 gradë. Qershori ka temperatura me vlera që shkojnë deri në rreth 30-31 gradë, ndërsa që në javën e parë startoi me temperatura mjaft të larta. Nga nesër dhe në vijim do ngrohen edhe më shumë mëngjeset dhe në vlerat minimale ku temperatura do të shkojnë deri në 13-14 në fundjavë me ulta. Dhe kjo është vetëm vala e parë. Parashikohet se temperaturat më të larta do të jenë në brigjet greke në Turqi, si dhe në pjesën më të madhe të Ballkanit, po ashtu Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Orari i pikut është 10:30 deri në 14, ku duhet të tregohet kujdes pasi janë oraret më problematike, sidomos për moshat e treta, tha Porja. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.